29 prill. Dita është afër. Nata u thye dhe dita u afrua. Rëmakëve 13-12. Kjo është një fjalë shprese për të krishterët që vuajnë. Është një fjalë shprese për të krishterët që e urrejnë mëkatin e tyre dhe mezi presin t'i japin fund mëkatit. Kjo është një fjalë shprese për të krishterët që mezi presin që armiku i fundit, vdekja, të mposhtet dhe të hidhet në liçenin e zjarrit. Zbulesa 20:14. Si është kjo një fjalë shprese për të gjithë këta njerëz? Nata përfaqëson këtë epokë errësire bashkë me gjithë mëkatin, mjerimin dhe vdekjen e saj. Çfarë thot Pali për këtë? Nata u thye. Epoka e mëkatit, e mjerimit dhe e vdekjes pothuajse ka mbaruar. Dita e drejtësisë, paqes dhe gëzimit të plot është duke aguar. Ndoshta po mendon, 2000 vite duket si një agim shumë i gjatë. Nga njëra pikpamje kështu është. Ne nga shërojmë. Deri kur, o Zot, deri kur do ta lejosh të vazhdoj? Megjithatë, mënyra biblike e të menduarit shkon përtej këtij vajtimi që thot deri kur. Pikpamja biblike e sheh ndryshe historinë e botës. Dallimi kryesor është se dita, epoka e re e Mesias, ka aguar me të vërtet në Jezu Krishtin. Jezusi është fundi i kësaj epoke të rënë, pra, do të thotë se fundi i kësaj epoke ka arritur në këtë botë. Jezusi e mundi mëkatin, dhimbjen, vdekjen dhe Satanin, kur vdiq dhe u ringjall sërish. Beteja vendimtare e epokave ka përfunduar. Mbretëria ka ardhur, jeta e përjetshme ka ardhur. Kur të ndodh agimi, siç ndodhi me ardhin e Jezusit, askush nuk duhet të dyshojë në ardhjen e ditës, edhe nëse agimi zgjatet 2000 vjet. Siç thot edhe e dytë e Pjetrit 3:8, por një gjë mos harroni të dashur, se pranë Zotit një ditë është si 1000 vjet dhe 1000 vjet si një ditë. Agimi ka ardhur, dita ka mbërritur, asgjë nuk mund të ndalojë diellin të arrijë kulmin e qiellit.